që prej daljes së saj nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, kurioziteti se çfarë po ndodh me Eklin dhe gjendjen e saj shpirtërore, fizike dhe psikologjike ka qenë tepër i lartë. Ekli vetëm pak minuta më parë ka reaguar për herë të parë nëpërmjet disa stories në Instagram, ku ndër të tjera shpreh se çdo gjë do t'ia lërë kohës. Në reagimin e saj Ekli shkruan: "Uroj që ky reagimi im i kërkuar aq shumë prej jush, ju ketë gjetur mirë ju dhe gjithë familjarët tuaj. Faleminderit nga zemra që keni shprehur këtë shqetësim masiv për gjendjen time, ju detyrohem shumë. Duhet ta nis duke u thënë se ndihem e trishtuar dhe ngarkuar emocionalisht, por nuk ndodhem me asnjë spital psikiatrik apo asgjë e ngjashme me këtë të fundit. Kam shumë njerëz pranë vetes që po investohen me gjithë çka kanë, që unë të rimbledh forcat për të dashur veten time shumë. Faleminderit Zot. Kjo çfarë po ndaj me ju sot është një ndjesi nga shpirti, e fjalë që vazhdimisht kam shprehur dhe brenda shtëpisë, por ndoshta duke mos i bërtitur fort, nuk kam qenë e mundur të dëgjohen mjaftueshëm. Mediatikisht mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë, te fatkeqësia e narrativës së historisë tonë. Nëse më lejoni të quaj të paktën mjaftueshëm, pamjeve ku edhe mua më citohen fjalime që si romantike konformime se një ndjenjë ka lindur, se ka një vlerësim, tërheqje e pëlqim, se sheh një perspektivë deri tek ajo e gruas në të ardhmen, se s'mund të qëndronte do të larg meje, e sa e mund të drejtohet, sa të tjera, siç vetëm një partner ose dikush në këtë tentativë, puthje ledhatime për shafime prekje të ëmbla e çdo lloj kontakti, qoftë edhe nëpërmjet syve, si një njeri i përfshirë në ndjenjë bën, e që ka një peshë të madhe përballë dikujt që ndjen. Nuk mendoj se ka vlerë të flas për sekuencat ku sa unë distancohesha, e mbaja qëndrim, rente pas meje duke më thënë: Ti japi shpresë, se s'qëndronte dhe të larg meje, duke më bërë të pamundur të qëndroja gjatë të hike, pas një zemra amplifikimi e ndjenjat më bënin të thyesha para tije ta përqafoja, duke justifikuar me faktin se çdo veprime e bënte për të mbajtur aktive lojën e tij. Dhe këtë sado që lëndon e mirë kuptoj, unë nuk mundem do të lexoj ndjenjat, por veprimet i kam lexuar si të tilla, të sinqerta. Për këtë arsye zgjodha të qëndroja e vërtet në ndjenjat e mia, të luftoja për to e të mos i mohoja, siç edhe veta ime kërkonte, të luftoja për to e të mos i mohoja, siç edhe veta ime kërkonte. U përpoqja shumë të kuptoja lojën e tij strategjike me pjesën tjetër të shtëpisë, qoftë edhe kur ajo lojë cënonte respektin, dhe u shqetësova dhe u kujdesa më shumë për dikë tjetër dhe emrin e tij aty brenda se sa për veten, sepse e tillë jam unë, kur e dua dikë. Ose më saktë e tillë kam qenë e shpresëshëm të kem marrë një mësim. Të herë sepse askush nuk duhet më para vetes. Në fund gjëndohesh ti dhe vetëm ti. Si një njeri që bën shumë për të tjerët, deri në vetë mohim, tërheq narcisizmin drejt meje, e kundërta jote të tërheq. S'është hera e parë që më ndodh, dhe edhe jam shprehur që disa tipare më kujtojnë dikën në të kaluarën time, pa patur dëshirë t'i jap më shumë detaje, sepse siç kam thënë, duaj që të flas për të mirat e të këqijat t'i mbaj për veten time, por këtë më duhet ta sqaroja. Unë jam më mirë çdo ditë që kalon. Ma bën më të qartë panoramën dhe mbi të gjitha nuk dua të lëndoj familjen e veten time. Vazhdoj të kem ndjenja, nuk mundem do t'i fik në buton, por të qëllorit në distancë më bën ta kem të ftohtë të realitetin dhe të jem më pak e ndikuar emocionalisht nga prezenca 24/7, që deri në momentin e daljes ishte e pamundur ta shmangja, më ndikonte shumë emocionalisht. Malli është më menaxhueshëm për mua se sa prezenca. Po merrem detaj me veten time për të ngritur me efort, për të gjithë momentet tona të bukura që më bën të përjetoja lumturi dhe ndjenja të forta, i them faleminderit me gjithë zemër. Përsa ko ai dhe vetëm ai, dhe ndërgjigje e di të vërtetën e kësaj historie, dhe ka zgjedhur të deklarohet se asnjëherë do të mundeshim të kishim një relacion romantik, mendoj se nuk kam arsye ta takoj jashtë shtëpisë. Të paktën për një diskutim të këtij lloji. Unë isha bërë tepër në optikën e tij, e po më thuaj shpesh fraza, o unë o ti në këtë shtëpi, po më bën të pamundur të qëndroj këtu,
po më prish lojën time për të cilën kam sakrifikuar e të tjerë. Për një njeri që shkatron lojën dhe veten për të mbrojtur e luftuar për lojën e dikujt tjetër, është dëshpëruese të dëgjoj këtë fjalë. Nuk e përballoja dot më këtë si kauzë dhe shumë veprime të tjera kontradiktore, ndaj të arrita në pikën kur rrugëtimi im të ndërprite. Uroj me gjithë zemër tani që nuk jam të mundë të bëj lojën të cilën nuk po ja prishja, sepse nuk dua të jem kur pengesa. Nëse dinamika do të jetë e tillë, patjetër që vazhdoj të jem koherente në deklaratën time, se ai meriton ta fitoj këtë edicion, si lojtari më i larmishëm dhe me qëllim të qartë brenda asaj shtëpie, por edhe si njeriu që pati aftësinë të fitoj zemrën dhe besimin dhe më dha emocion, puthje të qeshura i të qara, më bëri të harroja që isha pjesë në një lojë dhe shtëpie ku po përshtatesha me vështirësi e të doja atë vend. Kemi ndarë pjatën dhe shtratin së bashku dhe nga ana ime, nuk do të përshmohet asnjëherë, zgjedh të mbaj mend për mirë, e të lë kohën e Zotin të ndaj halallin dhe haramin. Faleminderit nga